ka përcimi madh. Shqipërisë vitin 2011, kur ka ndodhur rritja e pagave, paga mesatare në Kosovë ka qenë afër pagave mesatare të vendeve të rajonit. Po nëse shohim çka ka ndodhur nga ajo kohë deri tani, e shohim një shkëputje të madhe të pagës mesatare në Kosovë nga pagat mesatare në vende tjera. Dhe ne duhet ta zëjmë këtë hap. Kështu që rritja prej 50% nuk është populiste, është e domosdoshme. Është e domosdoshme për t'i siguruar një jetë normale familjeve kosovare. Ndërsa në anën tjetër për biznesin. Shqiqoni, ne nuk do të bëjmë dhe mos harrojmë që kur po flasim për ku do t'i marrim jetën, mos harrojmë që janë qindra miliona euro që kjo qeveri ka shpenzuar deri më tani në këto ndihma të njëhershme, të cilat nuk kanë lënë gjurmë. Nuk është që nuk kanë shpenzuar, por kanë shpenzuar në mënyrë populiste pa krijuar efekte reale. Në anën tjetër për biznesin, kjo qeveri i mbledh taksat nga bizneset, por nuk u ofron asgjë biznesit. Cili është qëllimi i pagesës së taksës? Qëllimi i pagesës së taksës është që përmes taksës ti krijoj qeverisë të hyra, dhe në anën tjetër qeveria nga këto të hyra që i merr, t'i ofroj qytetarëve, bizneseve, ekonomisë, disa shërbime të cilat qytetarët nuk mund t'i sigurojnë apo t'i prodhojnë vetë. Dhe në këtë mënyrë, qeveria i merr taksat dhe i kthen ekonomi. Çka ka ndodhur në këtë kohë? Kemi qeverinë që ka mbajtur rezervën më të lartë shtetërore deri më tani, që ka mbledhur taksat dhe i ka mbajtur të pashpenzuara duke mos i kthyer në ekonomi. Por thith likuiditetin nga tregu, po e mban dhe nuk po ja kthen tregut prapë. Dhe këtu e kemi për shembull investimet kapitale, që janë më të ultat në histori që ka pas Kosova. Sot keni për investime kapitale? Shqiqoni, në investime kapitale ne parashikojmë investime kapitale prej mesatarisht 1 miliard euro në vit, por investime që do të realizohen. Jo, se dhe kjo qeveri ka para po investime kapitale 900 milion euro, por i ka realizu vetëm 500 milion euro. Dhe ne do t'i ngrisim kapacitetet, si që kemi pas edhe më herët, për realizim të investime kapitale. Nuk mund të arsyetohet një projekt i autostradës, cilën e gjen të nisur, me mjetet të ndara, me projekt plan, dhe shpenzon 5 vjet, apo 6 vjet të mandatit, dhe nuk ka asnjë progres. Është shembull autostrada e Gjilanit apo autostrada e Anamoravës. Ajo për pak si projekt të cilësu që kishte qenë mirë dhe me u ndalë krete, me u ndryshuar. Shqone, ajo shka shohim që kjo qeveri ka nxjerr komplet nga agenda. Kjo është një shembull me çka do ta ndihmojmë sektorin privat. Do t'i rrisim investimet kapitale, do ta kthejmë paran në ekonomi, do të krijojmë stimuj fiskal për me rrit produktivitetin e prodhuesve kosovar. Nuk mundet sot prodhuesi kosovar të jetë konkurrent me konkurrentën nga vendet e zhvilluara pa një dorë të qeverisë të krijimin e kushteve më të mira për të zhvilluar. Në këtë kuptim, do të japim grante deri në 30% të shumës së investimit për prodhuesit që investojnë në avancimin e teknologjisë si mase domosdoshme për të rritur konkurreshmërinë, për të rritur prodhimin dhe për të rritur eksportin. Keni para pa, sot, ashtu si që shpreh zoti Hamza, 30 milion euro bursa për student. A nuk është kjo politike ngjashme si kjo e LVV-s, lëvizjeve vendosje? Edhe, pse mos ketë bursa, le të ketë bursa për student, pa pse mos ketë investim në bursa për programe studimore të cilat do t'jenë ases strategjik për shtetin, fizik, inxhinjeri e të tjera. Po shqoni, kjo nuk është një projekt i ngjashëm